Qëllimi i këtij panajiri është që të krijojë lidhjet midis talenteve dhe mundësive, si dhe për të krijuar alternativa afatgjata për zhvillim në këto vende. Me një thirrje shumë të veçantë sidomos për të rinj, të cilët tashmë mund të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri si një mundësi shumë e mirë që i jepet atyre, pasi tashmë në Shqipëri ka vende të tjera pune, ka mundësi shumë të mëdha për të rinj që duan të punojnë dhe jetojnë këtu. Sot dhe dje që ishim në Kukës, ne kemi thirrje ndaj gjithë të rinjve që jetojnë sidomos në zonat veriore për të pasur shansin dhe mundësinë që të punojnë dhe jetojnë në vendin e tyre. Me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin mbështet të gjitha bashkitë për sa i përket menaxhimit sa më efektiv të migracionit dhe të diasporës, me një fokus të veçantë në mbështetjen për të rikthyerit nga migracioni, por gjithashtu dhe për nxitjen e angazhimit të diasporës në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.